Farok, a pritej që Turqia të eliminoj kaq shpejt nga Kupa e Botës? Bashkërisht të kështu informacionin, arsimi bëhet për shumë lojtarë, veç 2 lojtarë janë që luajnë për ekipet moja. Është kapiteni edhe është Arda Güler. Pjesa tjetër e Fenerbahçes, Brighton, Galatasaray edhe Yıldızı. Domthon 3 lojtarë janë për ekipe që njihen, s'pam që s'njihen Fenerbahçe, janë kampionat turk. Champions League. Faruk veç Arda Güleri Kenan Yıldızı kushtojnë 300 milionë. Po ata mund me kushtuar 500 milionë, por porës luajnë. Jo, veç që putus kanë ekip kanë. Po ata kanë shku me fat me Rumaninë, shpi kanë fitu me fat. Rumania ka pas 3 shtylla, Kosovën e kanë mujt çdo me fat. As pak se kanë më të mirë se Kosova. Përvoja aty ne kanë diku që ata neve na kanë rrezuar kanë shku atje. Nuk ka rastisht edhe nuk mendoj si Turqia pavarësisht se mas 22 vjet e ke gjenerat e ka qenë Turqin kampionat bote, po unë mendoj që ka shku me fat. Realisht nuk më thonë edhe pro, me Paraguay nuk është favorit, sepse Paraguay ka kombëtare të fortë. Edhe nuk është çudi që Turqia nuk ka shku tutje. Nuk është shumë Turqi, duke u bazuar në performancën që ka pas deri se ka shku këtu. Domthon ka shku me fat. Realisht 2 lojë të play-offit i ka fituar me fat. Paktën unë mendoj kështu, unë më qenë i gabuar. Ai treni Turqisë ka 14 goditje në portë kena pas, në rregull, është e vërtetë që ka dominuar ndeshjen. Jo, është e vërtetë që ka dominuar ndeshjen, ka pas shanca po në fund këshire. Por Paraguay me vetëm 10 lojtarë, shumicën e kohës. Po, në fund këshiret rezultati. Kërkush nuk vet, nesra nuk thotë çuçi e kon, po çuçi. Domthon sot Paraguay ka çubi shtëpi Turkin. Realisht. Edhe këtu unë kam edhe prom që kemi analizuar, kam shumë Paraguay. Sepse di që ka kombëtare më të fortë. Domthon nuk është